Vuani nga tensioni i lartë. Një gotë nga ky çaj bën mrekulli, ul tensionin në kohë rekord. Ushqyerja e shëndetshme është një nga mënyrat efikase për uljen e tensionit të lartë të gjakut. Mëngjesi është një vakt tepër i rëndësishëm për uljen e tensionit. Ky vakt përcakton funksionin e mirë të organeve, mbron zemrën, por edhe energjinë që u jep trupit tuaj në tërësi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Çaji vetëm që mund të ulë dhe mund të mbrojë tensionin ta mbajë atë në nivele të kontrollueshme, sipas ekspertëve të Healthline, është edhe çaji hibiskus. Shkencëtarët kanë zbuluar se lulet hibiskus, të cilat përdoren gjërësisht në mjekësinë tradicionale, mund të përdoren gjithashtu edhe për të mbajtur nën kontroll tensionin e lartë të gjakut. Tensioni i lartë i gjakut është i njohur si një vrasës i eshtur për dy arsye. Shumica e njerëzve nuk e dinë se po vuajnë nga kjo sëmundje dhe presioni i gjakut mund të shkaktojë gjithashtu dëme të arterieve dhe të zemrës, por edhe dëme të veshkave dhe probleme të tjera të rënda shëndetësore. 1 në 3 të rritur janë me tension, por jo të gjithë mjekohen, pasi vetëm 47% e këtyre njerëzve me hipertension e kanë atë nën kontroll. American Heart Association thotë se tensioni i lartë i gjakut ndryshon të paktën çdo 5 vite, për shkak të ndryshimit të rrahjeve të zemrës, dhe gjithashtu konsumi i këtij çaji mund të përmirësojë nivelet tuaja më të shëndetshme, duke ndihmuar në relaksimin e enëve të gjakut. Përbërësit aktiv të gjetur te bimët e ndryshme relaksojnë dhe zgjerojnë enët e gjakut, duke krijuar kështu edhe hapësirë për transportin e oksigjenit dhe të lëndëve ushqyese të duhura. Kjo gjë do të thotë një qarkullim më i mirë i gjakut dhe tension më të ulët të tij. Shkencëtarët kanë zbuluar se lulet hibiskus, të cilat përdoren gjërësisht në mjekësinë tradicionale, mund të përdoren gjithashtu për të mbajtur nën kontroll tensionin e lartë. Ulëntimet mbështeten në përfitime veçanërisht për shëndetin e zemrës, që vijnë gjithashtu nga lulet hibiskus. Prania e enzimave diuretike ndihmon trupin të eliminojë ujin e tepërt, ndërsa antioksidantët e tij ndihmojnë gjithashtu edhe në zhbllokimin e enzimave. Gjithashtu ekspertët tregojnë se një ushqyerje e mëngjesit të mirë dhe kombinimi i çajit në përditshmërinë e dietës suaj mund t'i japin rezultate fantastike në betejën kundër hipertensionit dhe në një rigjenerim më të mirë të organizmit tuaj në tërësi, citon American Heart Association. Nëse dëshironi të ulni tensionin e lartë të gjakut, atëherë përveç këtij çaji në dietën tuaj duhet të shtoni edhe produktet e duhura natyrale. Shumica prej tyre janë të pasur me kalium, një mineral shumë i domosdoshëm për gjakun dhe për shëndetin e zemrës në tërësi. Për të nisur një shëndet më të mirë të organizmit dhe t'i thoni lam të mirë problemeve të hipertensionit, tërshëra mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën. Tërshëra është e pasur me fibra të cilat ju mbajnë të ngopur për më gjatë dhe frenojnë gjithashtu ushqyerjen e tepërt. Nëse mbani tërshërën në ujë gjatë gjithë natës në mëngjes, do të përfitoni vlerat maksimale të saj. Tërshëra mund të kombinohet fare lehtë me fruta dhe perime, me harror dhe mjalt, dhe vlerat që do t'i ofrojnë shëndetit tuaj do ta kthejnë atë në një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese për mbrojtjen e shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve. Kosi. Kosi dhe qumshti janë burime të shkëlqyera të kalciumit, një prej mineraleve më të nevojshme për uljen e tensionit të gjakut dhe mbarvajtjen e niveleve të tij. Të dhënat këshillojnë në konsumin e kosit të shtëpisë dhe pasurimin e tij me fruta dhe mjalt, si një ndihmë alternative kundër këtyre komplikacioneve. Frutat. Është veçanërisht që të keni fruta në dietën tuaj, pasi ato përmbajnë fibra dhe minerale dhe vitamina. Bananet portokalli janë në rekomandime të mira sepse ofrojnë kalium, një mineral që e mban zemrën të shëndetshme dhe ul tensionin e gjakut. Farat. Farat e kungullit, farat e linit dhe ato chia ofrojnë përfitime të shumta shëndetësore nëse konsumohen rregullisht. Këto fara janë shumë të pasur me kalium, vitamina dhe yndyrna të shëndetshme, që do të luajnë një rol të mirë ushqyes për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij, citon WebMed. Në dietën tuaj shtoni gjithashtu perimet jeshile.
Kripa rrit vëllimin e gjakut dhe presionin në arterjet tuaja, të cilat bëjnë që presioni i gjakut të rritet. Pasuroni pjatën tuaj me zarzavate me gjethe si spinaqi, brokoli, lakra jeshile për të rritur sasinë e kaliumit. Ky mineral ndihmon në largimin e natriumit nga trupi juaj përmes urinimit dhe relakson gjithashtu edhe muret e enëve të gjakut. Sasia e rekomanduar ditore është 3 deri në 6 filxhan me perime të pagatuara në ditë. Shtoni në dietën tuaj edhe frutat e pyllit. Pigmentet që u japin ngjyrë boronicave, luleshtrydheve dhe manaferave sjellin gjithashtu përfitime mjaft të rëndësishme edhe në enët tuaja të gjakut, duke i dhënë fund këtyre komplikacioneve. Frutat e pyllit janë një përzgjedhje shumë e mirë për të ulur presionin e lartë të gjakut dhe për të ndikuar gjithashtu pozitivisht në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Kosi. Kalciumi është një element kyç për normalizimin e presionit të gjakut, sepse ndihmon enët e gjakut të relaksohen. Kosi me pak yndyrë është mënyra më e mirë për të marrë nivelet e kalciumit në dietën tuaj, po kërkoni edhe një ndryshim të mirë në shijen tuaj. Ndaj, produkte të tilla mbrojtëse mund t'japin gjithashtu rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ekspertët tregojnë se zgjedhja e produkteve të duhura siç është kosi pa yndyrë në dietën tuaj ditore mund të jetë një ndikim fantastik në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve që shkakton hipertensioni. Peshku i yndyrshëm është një tjetër alternativë shumë e mirë për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Tjetër burim i mirë i kalciumit është gjithashtu peshku, i cili njihet si një zgjidhje mjaft e mirë për shëndetin. Peshqit e yndyrshëm si skumbria dhe sardelet gjithashtu përmbajnë omega-3, acide yndyrore që përmirësojnë shëndetin dhe mbrojnë zemrën. Studimet mbi suplementet e vajit të peshkut tregojnë se ajo mund të ulë presionin e gjakut, veçanërisht presioni i gjakut i cili duhet të mbahet në moderimin e duhur. Farat janë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj ditor, të cilat mund të ndikojnë në menaxhimin e problemeve të hipertensionit në mënyrë të suksesshme. Shtoni fara të pakripura si ato të kungullit të lienit në dietën tuaj. Mund t'i kombinoni në sallata me kos, gjithashtu dhe bollgur, për të ndihmuar në uljen e presionit tuaj të gjakut dhe një menaxhim më të mirë të tij. Gjithashtu, ekspertët tregojnë se farat janë burime të mineraleve jetike të magnezit, të cilat do t'i japin një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe do të evitojnë edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Tërshëra. Ky drithi i plot është i shëndetshëm, i ngopshëm dhe i ulët në natrium. Është gjithashtu i pasur me fibra të cilat ndihmojnë në mbajtjen nën kontroll të peshës dhe presionit të gjakut. Shërbimi i rekomanduar është 3 deri në 4 filxhan me drithra integrale si orizi, bollguri, makarona dhe tërshëra. Panxari i kuq. Një studim tregoi se konsumi 2 gota me përzierje të panxarit dhe të lëngut të mollës mund të bëjë që presioni sistolik i gjakut të ulet. Burrat mund të shtojnë një përfitim më të madh se sa gratë. Presioni i lartë sistolik mund të rrisë shenjat goditje në tru. Panxari i gatuar dhe zarzavatet të cilat përmbajnë shumë kalium janë alternativa më e mirë kundër tensionit të lartë. Sasia e rekomanduar ditore është rreth 2 gota në perime të zjera ose lëngu i perimeve. Hudhra. Hudhra mund të shtohet më shumë në shijen e pjatave tuaja, mund të ketë gjithashtu ndikime në rritjen e niveleve të oksidit nitrik i cili zgjeron enët e gjakut. Sa më të relaksuara të jenë enët e gjakut, aq më pak zemra juaj duhet të punojë për të pompuar gjak përmes tyre. Kjo ndihmon në mbajtjen e presionit të gjakut në vlera normale. Sasia e rekomanduar është jo më shumë se 2 thelpinë në ditë. Fistikët. Arrat dhe bajamet mund të jenë një burim i shkëlqyer i yndyrnave të shëndetshme dhe ndihmon zemrën tuaj. Por, për presionin e lartë të gjakut, zgjidhja më e mirë janë fistikët. Ato kanë efekte të mira në uljen e presionit të gjakut dhe mund të ndihmojnë gjithashtu në shëndetin tuaj, citon WebMed. Për çdo shqetësim që keni, duhet të konsultoheni me specialistin për të marrë përzgjedhjen e duhur të ushqyesve. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.